banor të komunitetit egjiptian, tashmë është edhe në duart e policisë dhe ka marrë një farë epilogu. Unë pranë vetes kam Fadil Gashin nga Policia Rajonale e Pejës, i cili do na tregojë edhe më shumë detaje në lidhje me atë se çfarë është bërë që nga raportimi i këtij rasti dhe si është cilësuar aktualisht. Zotëri Gashi, faleminderit fillimisht për kohën që po ndani për këtë prononcim. Si është cilësuar rasti që keni marrë sot në trajtim për dyshimet se po hetohet në fakt për një keqpërdorim dhe ndikim tek qytetarët për vota? Në orët e paradites, sot një ankusit, dhe thot një qytetar ardhë në stacionin policior në Pejë dhe ka raportuar se një qytetar tjetër i një fshati, po i shtyn qytetarët me votu. Policia me njëherë ka dalë në vend gjarës atërë, kam delë dëshmitar me vërtetu gjenën faktike, rastin e kanë morë për ta trajtuar hetuesit rajonal në koordinim me prokurorin e shtetit. Janë intervistu personat, pas intervistimit prokurori ka cilësu se nuk ka elemente të veprës penale, do thotë rasti ka mbet me shënim zyrtar dhe rasti vazhdon të hetohet. Çfarë nuk kupton ky cilësim që nuk ka vepër penale? Nuk kupton që kjo nuk ka ndodhur apo aktualisht nuk është faktuar? Çka duhet të kuptojmë nga kjo? Nuk ka pas elemente për çka do të thotë është denoncu ankusit, nuk ka elemente të veprës. Si vazhdon tutje trajtimi i këtij rasti? Vazhdon të hetohet, do thotë prapë, edhe pse ka mbetur me shënim zyrtar, rasti vazhdon të hetohet prapë. Me aq sa kemi kuptuar, është intervistuar edhe pala mbi të cilin ka pas ankesë. Në këtë rast që është zotëri Krasniqi, po ashtu edhe dëshmitar që supozohet që ka pasur kontakte drejt për drejt me të njëjtin për shkakun e kërkimit të votës. Sa qëndron kjo dhe çka ka quar, në çfarë epilogu ka quar kjo? Po pasi janë intervistu, do të thotë, se procedurat janë, duhet pasi janë kryer gjitha procedurat, do të thotë prokurori i shtetit ka vlerësuar se nuk ka elemente dhe rast nuk ka pas rast, nuk është cilësu rast fare. Rasti ka mbetur me shënim zyrtar. Do të thotë vazhdon të hetohet, s'do të thotë që tash ndoshta më vonë do të gjenden dëshmitar tjerë apo të dëqohet diçka tjetër. Mirë, po për momentin sipas prokurorit nuk ka pas elemente të iniciohet rast. Përveç këtij rasti të raportuar, ka pasur ndonjë tjetër sot që lidhet me procesin zgjedhor, ndonjë raportim nga qytetar apo kushdo tjetër? Po, në një vend votim do të thotë, në zonën e Pejës, është njoftu policia, do të thotë ka njoftu se dhomën komanduesur të udhëheqësit dhomës, se ka vetëm flamuri i Republikës së Serbisë. Me njëherë jenë dërmorë gjitha masat, se ka qenë mandat KCZ-s, dhe pas pak shumë shpejt, pas pak kohë, dhe thotë është larguar flamuri. Po të fjallë për rastin e Gorazhdevcit këtu? Po, vend votimin e Gorazhdevcit. Faleminderit shumë për krejt detajet që i ndatë me ne, zotëri Gashi. Faleminderit edhe juve. Atëherë nga ky rast mbi të cilin kemi raportuar që nga orët e para të fillimit të procesit të votimit, ne i kthejmë linjën të hyrë në studio dhe nëse ka ndonjë zhvillim sërish në lidhje me këtë çështje, do të rilidhemi natyrisht për të sjellë detajet më të reja. Patjetër, faleminderit shumë qëndresa, derisa pra informacioni i fundit ndërlidhet, pra se policia nuk ka parë për element për të hetuar tutje këtë rast. Nga Peja do të shkojmë në Vushtri, atje kemi Leona Thaqin, gazetarën e cila do të na sjellë informacione se si është rrjedha e procesit zgjedhor në këtë komunë. Përshëndetje për ju në studio. Momentalisht jemi në shkollën fillore të mesmetorit Alik Telmendi këtu në komunën e Vushtres dhe pranë vetes e kam drejtorin, njëherësh menaxher i kësaj qendre, i cili do të na tregojë se si ka shkuar sot procesi, si ka nisë në fakt procesi zgjedhor. Përshëndetje, faleminderit për vizitën. Procesi i votimit ka filluar